Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Agrilla Biaj i jep fund lidhjes 2 vjeçare. Ja çfarë ndodhi? Orine Biaj ka pasur një vit goxha të ngarkuar. Fillimi 2025-s e gjeti në parlament ku ushtronte detyrën e saj si deputete, ndërkohë që fundi po e gjen si moderatore. Një emër i dashur për publikun si në politik, ashtu edhe në ekran, ajo është klasifikuar gjithnjë tek personazhet që publiku i do. Por të gjitha këto ndryshime janë përkthyer në ndryshime në jetën private. Ndonse vetë Ori nuk ka dashur të flasë shumë për jetën personale, javë pas jave ajo ka konfirmuar se tashmë është single. Gjithçka nisi të zbuloi para disa javësh, ku moderatorja ishte në Paris dhe u lidh live me emisionin që drejton. Pyetje se me kë kishte shkuar në Paris, Ori u shpreh se ishte me miq dhe kishte shkuar për punë. Teksa kolegët e ngacmuan që të gjente burr, ajo u shpreh: "Jam atletare, burrin e dua shqiptar." Por nëse rikthehemi pas në vitin e shkuar, në ato pak deklarata që kishte, Ori fliste për një dashuri të madhe që po e shijonte. Teksa ishte në panel si opinioniste, në atë kohë, deputetja zbuloi se ishte e dashuruar në një lidhje të konsoliduar. Ajo tha se prej 2 vitesh tashmë ka një marrëdhënie të konsoliduar. Hermetike për jetën e saj private, ajo zbuloi lidhjen e saj teksa i doli në mbrojtje hejtit gjatë diskutimit për takimin me prindrit e Romeos. Sipas Orit në atë kohë, Heidi kishte të drejtë të ndiej në siklet. Duke njohur natyrën e saj hermetike sa i përket jetës private, vështirë se vetë ajo do të zgjedhë ndonjëherë të flasë për shkaqet që çuan drejt ndarjes. Ashtu si edhe vetë Ori është shprehur, preferon të mos flasë në media për jetën personale. Por një gjë është e sigurt që Ori është single.